Rikonstruksioni i pallatit 1300 në lagjen 24 maj ngjan një telenovele me seri të gjata. Është hera e tretë që nisin punime dhe pezullohen sërish. Për këtë, askush nuk mban përgjegjësi. Firmat zbatuese të cilat kanë marrë përsipër rikonstruksionin e këtij pallati e kanë nisur punimet, i kanë nisur sërish, i kanë pezulluar. Kjo është hera e tretë e cila firma pezullon sërish punimet. Ndërkohë, nga ana e bashkisë që në kohën kur kryetar bashkie ka qenë Dritan Leli dhe më pas Ermal Dredha, Elis Halili dhe tashmë Brunilda Mersini, duket që ende nuk po japi një zgjidhje për 40 familje të pallatit 1300. Rekonstruksioni i pallatit 1300 në lagjen 24 maj të qytetit të Vlorës një telenovel pafund. Punimet janë pezulluar sërish, ndërsa për herë të tretë brenda një kohe të shkurtër punimet në këtë pallat nuk po përfundojnë. Rreth 40 familje që jetojnë në këtë godinë janë në pritje të përfundimit të punimeve për t'i dhënë fund kalvarit të gjatë të pritjes dhe vuajtjeve që zgjasin prej plot 16 vitesh. 4 kryetar bashkie që kanë drejtuar qytetin e Vlorës nuk kanë mundur dot të japin zgjidhje problematikës së krijuar në pallatin 1300 në lagjen 24 maj, ndërsa vetë banorët mbeten në pritje të zgjidhjes së kësaj situate. Vetë këta të fundit shprehen të zhgënjur mbi faktin se nuk ka asnjë afat për përfundimin e rikonstruksionit të godinës së pallatit, ndërsa pranojnë se punimet 3 herë kanë nisur dhe 3 herë janë pezulluar. Që jetoni në këtë pallat? 186. 186. Sa familje kanë jetuar më përpara dhe sa jetojnë tani? 40 familje janë gjithë. Kudo që ti është. 10 familje për hyrje. Ky është pallati 1300 para fabrikat para fabrikat. Si janë kushtet? Çfarë kanë ndodhur? Shumë të mira. Pse s'po vazhdojnë punimet? Kjo është problemi. Sa herë kanë nisur dhe sa herë kanë Kjo është e treta herë që po të ndërpritet. Dhe arsye nuk dihet pse. Çfarë ju kanë thënë? Çfarë kanë thënë? S'ka punë atje, vetëm firmat të vazhdojnë punën dhe janë në rregull. Po pse i pezullon, çfarë thonë? Se ka tekët e njerëzve, llavët e njerëzve nuk merren lart e poshtë. 50 vjet. 176. 76 ora. Sa familje ka këtu? Këtu te ky pallat? Po. Te kjo hyrje? Te ky pallati në total. 40 familje. Cili është problemi i këtij pallati që është i njëjti hall muaj për muaj? Fillojnë punimet ndërpritën. Çfarë ndodh? Po ka di, valla, se di ja, i kanë vënë 2 herë hekurat, edhe asnjëherë jeri hoqën tani ka vënë prapë s'po vazhdon. Ka ardhur dikush këtu bashki? Ka ardhur kryetaria, ka ardhur, dhe të tjerë kanë ardhur plot. Por s'po japi asnjë rezultat, ne po presim. Po presim të bëhet diçka. Ky pallat ka problem dhe na brenda apo vetëm jashtë? Unë si katë tona këtej nuk kanë problem, unë jam okej, njësoj. Ata katë të hyrje parë thonë që kemi probleme, se di. Megjithatë është e patolerueshme. Janë nisur 3 herë, janë pezulluar 3 herë. Keni shpresë se do të bëhet ky pallat? Na roje di raba. Të na roje di raba, që t'i japi urdhë të bëhet. Ai vetëm ai e ka në dorë. Situata në pallatin 1300 në lagjen 24 maj të qytetit të Vlorës mbetet ende problematike. Banorët së fundmi janë drejtuar me një letër kërkesë kryeministrit Edi Rama, deputetëve të Vlorës dhe institucionit të prefektit, duke kërkuar nga këta të fundit zgjidhjen e problematikës së krijuar, pasi pallati rrezikon seriozisht. Vetëm pak muaj më parë në godinë u ndërhyi përprishjen e objektit të ngritur në krah të pallatit dhe u duk se situata do të merrte zgjidhje. Por ndërsa punimet rinisën dhe u duk se rikonstruksioni do të përfundonte, ndodhi sërish e njëjta situatë. Auto u pezulluan sërish për herë të tretë. Dhe tashmë askush nuk di se çfarë fati do të ketë pallati 1300. Nga bashkia asnjë informacion apo zgjidhje, ndërsa banorët vijojnë të mbeten ende në pritje.